Në një intervistë ekskluzive me kryeshefin e Policisë Komunale të Ulqinit, Amir Mehmeti, kemi biseduar për punën, sfidat dhe arritjet e këtij institucioni gjatë sezonit veror, sezoni turistik, përveç gjallërisë që i sjell qytetit bregdetar, shoqërohet edhe me një sër sfidash që kërkojnë angazhim të shtuar nga strukturat komunale, veçanërisht në drejtim të ruajtjes së rendit urban dhe zbatimit të ligjit. Mehmeti tregoi se gjatë verës, policia komunale është përballur me raste të shumta të ndërtimit pa leje, një problem që siç theksoi ai, mbetet ndër shqetësimet kryesore të administratës lokale. Me kontrolle të vazhdueshme në terren dhe bashkëpunim me inspektoriatet përkatëse, ekipi i tij ka arritur të ndalojë disa ndërtime të paligjshme dhe të marrë masa konkrete ndaj shkelzëve të ligjit. Përveç ndërtimit pa leje, rregullësia publike gjatë sezonit veror është një tjetër aspekt ku policia komunale ka përqendruar vëmendjen. Menaxhimi i hapësirave publike, mbikëqyrja e zonave të parkimit, si dhe kontrolli i aktiviteteve tregtare janë pjesë e përditshmërisë së punës së tyre. Aktivitetet e policisë komunale dhe inspeksionit komunal gjatë sezonit turistik veror, si çdo sezon turistike dhe sezonën që tani e lam pas, policia komunale dhe inspeksioni komunal janë përballur me shumë punë dhe sfida që i përket rujtjen dhe të mbrojtjen e rendit komunal të komunës së Ulqinit. Ne si polici komunale dhe inspeksion komunal gjatë sezonit turistik veror që lam pas, më së shumti kemi hasur në vështirësinë e komunikacion, ku gjatë prej datës 1 maj deri me 30 shtator janë lëshuar 565 gjoba. Dhe, siç e dini edhe vetë, ne kemi edhe Marimangen, ku gjatë kësaj periudhe janë bërë 134 automete, ku shuma e tyre është 120 euro për vetur. Pa ashtu probleme të mëdha kemi hasur edhe të uzurpimin e hapësirave publike, ku të them të ndryshme, si për shembull me karrika, tavolina, aparate, reklama, dhe aty janë bërë gjithsejt rreth 84 gjoba për hapësirën publike. Flas gjithmonë në këtë periudhë, 1 maj deri me 30 shtator. Gjatë sezonit veror kemi hasur edhe probleme edhe gjatë orarit të punës, ku gjatë orarit të punës me së tepër kemi hasur probleme në plazhin e madh dhe në plazhin e vogël, ku gjithsej në këtë periudhë janë bërë 45 gjoba. Ku shuma e tyre sipërmarrëseve është 150 euro deri në 2000, si dhe për personat juridik është 650 deri në 10.000 euro. Po ashtu probleme tjera është edhe në hedhjen e mbeturinave, ku me ndihmën e ndërmarrjes komunale se ato kanë vendosur disa kamera në vendet ku hidhet berlogu, ku aty janë lëshuar 56 gjoba. Cila ka qenë zona më kritike sa i përket edhe hedhjes dhe mos respektimit të hedhjes së mbeturinave? Kështu, do të thotë gjatë sezonit veror ata janë munduar të fshehen nga ne, janë hedhur gjatë plazhet e madh, shtojit, të ndërmarrja të kipsit të ishprimorja, aty që ekipi i ndërmarrjes komunale ka vendosur që njëherë përkohësisht të hidhet mbeturinat aty dhe prej aty të barten në depon. Gjatë sezonit veror kemi hasur edhe kemi pasur edhe ankesa tek zhurma, ku gjatë kësaj periudhe me së tepër kemi pasur zhurmën në plazhin e madh dhe në plazhin e vogël, ku gjithsej janë lëshuar 55 gjoba për muzikë. Sa i përket zhurmës, si ka qëndruar situata në lumen e Bunës, atje ku edhe është shpallur edhe zonë e qetë, është respektuar? Këtë vit është respektuar ma shumë se vitet e kaluar, që i përket zonës së Adës, kurse që i përket zonëve të bareve të plazheve, bashkëpunim me policinë e shtetit kemi bërë disa aksione,
ku disa aksione së bashkut dhe kemi arritur të stabilizojmë pak gjendjen në atë zonë dhe të kontrollojmë atë zonë sipas ligjit që na ka mundsuar. Se pari gjatë sezonit veror kemi pas edhe ndërtimin. Është periudha e 1 shtatorit dhe 15 shtatorit ku gjithsej kemi lëshuar rreth 75 gjoba që është punuar gjatë sezonit veror, ku aty bashkë me ekipin dhe inspekcionin kemi arritur të ndalojmë dhe të përgatisim terrenin, sepse me datën 15 shtator ka kaluar ndërtimi në kompetencat e inspekcionit komunal. Për sa i përket ndërtimit, mund të them se jam shumë i kënaqur me gjendjen e deri tanishëm në terren, sepse bashkë me ekipin e inspekcionit komunal kemi dalur në terren, kemi përgatitur, thasha më herët, gjatë sezonit veror terrenin për të e pasur me lehtë, sepse thash pak më herët se me dikun rreth 15-16 shtator ka kaluar kompetencat në kompetencën e inspeksionit komunal. Mund të them se kemi ushtruar kujdes dhe kemi arritur rezultat që të ndalojmë ndërtimin e egër, do të thotë të egër në territorin e komunës së Ulqinit. Ku kemi mundur të dëshmoni edhe vetë si televizor i TVT-s, sepse me këtë ligjin që është aprovuar tash, kërkohet edhe një mur të rrethosh tokën apo shtëpin, duhet leje. Çdo ditë me inspekcionin tim dhe policinë komunale, si edhe vetë dhe bashkë me inspektora dalë në terren, e vëzhgojmë komplet territorin e Ulqinit, dhe ku kemi hasur në ndërtim të egër, kemi bërë ndalesen, do të thotë proces verbalin, kemi njoftuar organet kompetente të policisë dhe ministrin për ndërtim të shtetit. Për të marrë masat e tjera në bazë të ligjit për ndërtimin e objekteve. Them se kemi treguar se kur ekziston vullneti për të punuar dhe për të ndaluar, çdo gjë arrihet. Tani janë edhe muajat e festave, tash përgatitemi që të festohen festat, do thotë viti i ri dhe festat tjera. Policia komunale me bashkëpunim me gjithë organet tjera, jemi të përgatitur për atë, të kalojmë gjitha sfida si kemi kaluar deri tani. Unë që i përket se unë pak rri në zyrta dhe dalë shumë në terren, e shah që është permisu gjendja në çdo aspekt, e thash më herët edhe të kanë ana e ndërtimit, po parkingu, por edhe gjithë gjërat që nuk guxohet të lejohet të bëhet, e shah që vjen duke u permisuar. Kryeshefi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me qytetarët dhe bizneset lokale si mënyra më e mirë për të ndërtuar një kulturë përgjegjësie të përbashkët për hapësirën urbane të Ulqinit. Me këtë qasje, policia komunale synon të krijojë një ambient ku respektimi i ligjit të bëhet pjesë e jetës së përditshme, jo vetëm një detyrim.